Me koalicionin e territ, koalicionin e natës, deri në ora 1 komet të prit listën, thësha kur del lista çka me po aty nuk kesh Gazmiraci. U të merova, nga mungon. u të merova. Po ma vonë, thash, mos po erujnë për ministër të integrimeve ose për shef negociata me Serbinë, se me ka kapacitet. Ka Pse përvojë. mungon Gazmiraci këtu? Ka përvojë. Jam absolutisht jam i të merrum se Gazmiraci nuk e kemi këtu, po Gazmiri ku do që është jap kontribut. Absolutisht. Besoj edhe në antena aty ku e ka atë pozitën jap kontribut. Ja dhe lista e vetëvendosjes me shumë njerëz të mirë, me një lider që prej që është në pushtet i ka shkaktu dëm këtij vendi, me një lider që Kosovën e ka çuar në izolim, në varfënim, në ikjet e popullsisë për mbi 200.000 gjatë pushtetit e tij, dhe me një lider të cilin unë kur nuk kisha dashur me pa në politikë e lemo në qeveri. Për shkak të dëmit që ja ka shkaktu këtij vendi, dhe secili njeri është dash me menu kështu, me kokë të fjellët, çka fitoi ky vend me Albin Kurtin, këto 5 vjet, 4 si kryeministër legjitim e një vit si mbajtës i pushtetit. Është të mërshme. Edhe pse në mënyrë jo ligjore, pra ka qenë e ka pas pushtetin do. E të mërshme, veç me menu që ky njeri ka me qenë kryeministër prap. Para mendoj e s'ka ndodhur këtij vendi. Kjo do të jetë përgjegjësia qytetare natyrisht, por unë mendoj që do të për një me marr pak më seriozisht ku jemi dhe ku potencialisht ku jemi të shku. Qëre për shembull është vetëm listë që ti e përmende që përveç që e kanë ndërzuar shumë, e kanë publikuar shumë vonë se besoj që kanë ndërzuar në orarët. Është vetëm listë që ka Albin Kurti kryeministër. Se këtyre këtë lista të tjera që kanë publikuar thonë që kjo lista për deputet apo? Po. Secila parti. Po. Thonë na po garojnë për kuvend. Veç këta ata që në Albin Kurtin të mëdha. Po se ky është. Po i vetmi njeri që peshon aty elektoralisht, e peshojnë edhe të tjerë, po që peshon shumë dhe ndërkohë është përgjegjësi kryesor që është tu e dëmtu këtë vend, edhe tu i dëmtu edhe këta njerëz, se këtu ka njerëz të mirë si Glaukon Jumca, Absolutisht. i cili unë jam i bindun që Kosova do të ishte shumë më e mirë me Glaukon Jumcën kryeministër. Edhe unë do të thonë se krahasojmë Albin Kurtin ka shumë më shumë vlerësim për Glaukon Jumcën absolutisht po. Tash me hi listës këtu kjo ka prurje. Çfarë prurje? Po është zoti Viktor Buxhala, Blerim Gashi që Po, më fal, shumë mirë që e përmend. Tash së fundi Unë e uroj shumë sukses televizive duke qenë Viktorit. Analist pavarur, tash për një herë jo bo pjesë të guxos, për më bo pjesë të vetëvendosjes, që ashtu më duket ka qenë procedura. Unë besoj që Viktori do të jetë deputet dhe duhet të jetë deputet. Për shumë arsye. E para që e një mati është gazetar, është i pastër deri tash sa e dim na, dhe që është vlerë e shtume për këtë listë për deputet. Sikurse edhe zoti Gashi. Po pak po mdoket e kanë nënçmuar të shtatshën. Se Viktori është mrapa Blerim Gashit. Po. Po kjo është pak që personalisht duket që pak edhe Viktori pak më vonë është po. Okej. Blerimi është më herët. Po, megjithatë Viktori ka qenë të shtatshë, Blerimin kanë alëdhesh. Kanë më i dhënë të shtatshë. Po tash domethënë që unë vërtet mendoj që edhe për Blerim Gashin nuk kisha thonë që i vyn ose i shkon mirë më kon pjesë e kuvendit nga lista e lëvizjes vetëvendosje. Tash nëse i kthehemi këtu, domethënë nuk ka kurrë befasie për mendimin tim të kjo 10 që e parë ose 20 që e parë, janë pak a shumë që ato që kanë qenë. Për shembull, unë se kuptoj pse është Donika përmbi Albolenën. Se është në koalicion. Përfaqëson një subjekt tjetër. Po dhe veç Albolena shumë e votuar dhe shumë më gjatë. Ka lidhje tash është një koalicion. Pa atë pse s'është edhe Mimoza përmbi Albolenën, po.
e cila është po ashtu në koalicion. Nuk që shkon mirë me instrukta. Partia e Gërvallës edhe Pecit besoj peshojnë ma shumë se sa e Mimozës. Plus asaj e kanë djeg Mimozën, e kanë shti me fol me Milanin, Radojqicin. Këta se konsiderojnë si djegje. Shumë më që lali numër 7. Po. Aj, mire, që në rënë kë? Tash Shqipe Mehmeti Selimi, kjo e ka gjithë numërin 10, numërin që ka pas Rejgjan para ma herët. Andin Hoti është numër 11, cilin po ashtu në vlerësaj. Do më thonë, edhe pse ka qenë në PDK, ka qenë deputet i PDK-s, tash është këthy po kandidat nga vetëvendosja. Si do qoftë, tjerët janë pastaj nuk kanë Arben Arben Vitia, unë kam vlerësim për Arben Vitina, një moti, kemi qenë shëndetësia shumë keq. Po, e di edhe nuk është që e vlerësoj punën e tij si ministri i shëndetësisë, por kështu si person edhe mendoj që po të kish pas. Mirë, po. Shëndetësia është keq. Po të kish pas dur të lirë Arben Vitia, mendoj që kish bërë shumë. Okej, duhet mu deklaruar se s'po mloj me punë. Absolutisht, këtu e kita është Naim Bardhiqi. Si mbështetje. Naim Bardhiqi, njëri i Kadri Veselit, i cili ishte emëruar sekretar nga Uran Ismaili, ishte largu nga Arben Zemaj. Ishte largu nga Arben Zemaj, u kthy nga Arben Vitia. Sakt. Pra, kjo është moti në njëri identifikuar me shikun, tash neve na del në vetëvendosje. Mu më ka çudit, domethënë që është futur në listë. Jo, në çudita hiç. Jo, për që ka qenë javën me vendosjen, po, për që futet në listë. Për shembull, atë kujtohet ty çka ju bëjshin këta personave të cilët kanë qenë ose në polici ose në gjyqësi, kur e krynin aty detyrën, ktheheshin ose futeshin në parti. Po, pra. Vendosja i griki ata. Tash Naim Bardhiqi pa kryer detyrën hiç është futur në parti. Se ky ka qenë pjesën në punëve civile, apo jo, ky nuk është i emëruar politik formalisht. E ka kryer se 4 muaj mandatin. Kështu që kjo më ka bo pak më ka çudit, edhe afërsia time vetëvendosje, po ashtu më ka çudit, se unë e di që vetëvendosja në kokë nuk ka qenë në pushtet. Naimin e ka pas njërin prej kështu pikave të kritikës për qeveritë e kaluara. Sidoqoftë, Eyüp Maqedonci, unë kam vlerësim pozitiv për ta. Mendoj që si ministri i mbrojtjes megjithatë ka kryer një punë të mirë në rrethana jo fort lehta. Kush tjetër këtu që i vlerësoj si emra. Shpresoj që mos tjetë i kapun. Ato nuk e di, po më thëmë që, do më thonë, nga që kom pa. Për shembull, ki Rozeta Hajdarin në listë, cila është, kur ja fillon gjykimin? Në qëtë jam, do? Apo, gjykimi. s'pas kanë mujtë me bë fort fushat. Jo, ka me bë fushat, kjo në gjykat ka mu knaq. Kanë vjedhë rezervat shtetnore. Po. Kur ta krysh, po du me edhe është në listë. Dimal Basha, kryetari i kuvendit është 22. Miku jemi, i Pse? Pse VB, ky është numër 22, kur e kanë paraqit si edhe e kanë votu si kryetar të kuvendit. Pra që besoj do duhet ishte njëri i rëndësishëm, apo jo? Edhe është njëri i rëndësishëm. Po tash. Unë besoj që ky nuk ka nxjerrë problem se ku do që i shkon ky merr vota se për ne më është njëri i rëndësishëm. Po, unë këtu se kom hallën e Dimalit, këtu e kom hallën e partisë, domethënë, a nuk e vlerësoni njërin që e keni qenë kryet kuvendit? Se të mos harrojmë që në hierarkinë formale të Republikës Kosovës, presidenti është 1, kuvendi është 2, qeveria 3. Po, tash ashtu është. Kryetari i 2-shit, institucioni i dytë më të rëndësishëm. E vërtetë. Është 22. E vërtetë është Vysar, po guri i ron për shëndet. Ku do të Nëse ti përmes të tu e keni fashtu qasje subjektive. Natyrisht. Vetësia e parë e vetëvendosjes. Zonja Shqipe Selimi, në dheq, si që ka qenë në Recep Selimi. Mirë që është aty. Herula Qeko, shkojnë balotash në Prishtinë. I djallë tepër e urtë, tepër e edukum. Është nderë për vetëvendosjen me pas zotin Qeko. Ka qenë pjesë e një qeverie të keqe, kur e ndonë, zotin Qeko është, për mu është Mimoza Kusari, Lila, mu më vjen shumë keq për të që Albin Kurti ka shtin do luga, që unë besoj që nuk ishin ato, unë besoj që nuk ish komuniku me terroristin Milana Radojqic, po mos t'ja kishte dhënë detyrë Albin Kurti, Xhelal Sfesla, është një bandit.
i cili është numër 7, ky njeri nuk din kur gjë. Ky njeri e ka shkatru policinë e Kosovës. Ky njeri është tu i përsekutu policë të cilët po e kryjnë punën e vetë siç duhet. Policë të cilët ndjekin korrupsionin, përfshirë të Rozeta Hajdarin, është duke i përsekutu. I ka degradu, i ka qunë trafik. Ky njeri është të merri i Zotit me pa në politik, e aq ma pak me pa deputet apo në pozitën e ministrit. Uroj që ky edhe njerëz bandit si ky mos me pa kur në politik. Ky njeri që i bike tullu në kry policit, së ta udhëheq policinë, ky është bandit. Këtë duhet me luftu me çdo mjet demokratik që me largu prej politike. Hekuran Murati, një ministër shtyllë e qeverisë Kurti për manipulim, për deformim të dhonave, të shifrave. Sonja Haxhiu, dorën zemër, unë kam pas gjithmonë respekt për Albulena Haxhiun, po që mendoj që këta e keq përdoren duke qunë kuvend një 50 herë, duke ditë që nuk i kanë votat. Avni Dehari është aty për shkak të moshës, se duhet me zhagit do procedura, për ndryshe Që ka luajtur një rol jashtëzakonisht dëmshëm gjatë kësaj lokale. Kryet diplomatja e cila rrjetin diplomatik Kosovës thuj se e ka shkatru, një politikane që urrenu që kënë dhe që deklaron publikisht që bashkëpunon me prokurorin speciale për të dënu udhëheqësit e UÇK-s përfshirë Recep Selimin këto. Që ka qenë kriminal. Po pra, Dimali 22, kësha dasht me pa ma nalt, kësha dasht me pa shumë ma lartë Mefail Bajqinovcin, sepse me gjithate ka pas një barë Kogjatron në këtë kohë dhe është deputet shumë i mirë, që a gjavë dyli. Ajo që muj me thonë këto është për herë të parë hynë në listën e vetë vendosës, është Jeta Bujari Dida, është bashkëshortja e shokut tem, mikut tem, Alban Bujari, i ndjerë, i cili për pak muj bën një vjet që ka ndru jetë dhe që mu mungëm për çdo ditë. Dhe më vjen mirë që Jeta është në listë për deputete, grasi kur ajo i bëjnë derë secilës listë. Kështu që i uroj shumë sukses dhe shpresoj që nuk bëhet militante, por vazhdon me qenë si që është njerëzore, me qenë edhe në politikë. Pastaj kemi Lulzim Hetemin këtu, ose Kukën, i cili sakrifikoi duke u mbyll në komunjën 5-6 muaj atje. Ka dhe emnat e tjerë për të cilë do të flasim. Po, Artan Abrashin unë e shmaj. Artanin, Albert Regjajn, Ardian Gollën me ne që do të pashtu me dërsu. Natyrisht. Ka dhe emnat tjerë që nuk po mundemi tash. Po unë mendoj që ka për shembull te pjesa e më poshtë me listës, kur e kalon 10-15, gjon emra shumë të mirë që e kishin merituar me qenë para disave që i kemi. Për çfarë aspekti që ti analizosh? Po. Gjithë ka me pas ashtu se gjithmonë nuk mundesh krejt me i. Po tash te ekip për shembull te vetëvendosja e ki, domethënë do emra që janë historiku i vetëvendosjes. Që Fjolla është shumë fund këtu, ndërkohë është shumë edukuar. Fjolla Ikani. Po, unë mendoj që Fjolla megjithatë ka ajo mbledh vota, është vlerësuar. Po, natyrisht. Gazmiri nuk është. Veç Gazmiri nuk është listë. Edhe s'e kuptoj pse, unë nuk kam pa ndonjë. Besoj ministër do të jetë ai. Mirupafshim.